Në këtë edicion do të ndiqni. Një person është errur me thik sot në Tropoj, pas plagëve të marra i po trajtohet në repartin e kirurgjisë në Gjakov. Gjetjet në Bishtazhin kanë identifikuar kufomat e 7 të vrarëve në masakrin e Kralanit. Kombëtarja e Kosovës në handball nesër mbrëma në Prishtinë në ndeshjet me Ukrainën. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Një person është errur me thik sot në Tropoj duke marrë plagë në Gjoks e Bark. I njëjti po trajtohet në repartin e kirurgjisë në Spitalin e Gjakovës. Shërbimet e policisë kanë bërë të ditur se autori është vetë dorëzuar. Një person 45 vjeçar është errur me thik në Tropoj pas plagëve të marra është sjellur në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza. Sipas specialistit të emergjencës Dr. Ilir Hasanaj, viktima ka marrë disa plagë në trup, saktësisht në Gjoks e Bark nga mjeti i prek thik. Ka një pacient prej Shqipërisë, cili ka plagë të errë me thik, disa plagë. Janë bërë gjitha ekzaminimet e nevojshme radiologjike dhe laboratori. Dhe ka rezultuar që pacienti ka nevojë për ndërhyrje operatore, është hinë sallë dhe tash për momentin një sallë të operoj pacientin. Doktor Hasanaj tha se aktualisht i lënduari është duke u trajtuar në kirurgji për shkak të plagëve që ka marrë. Lëndimet janë me thik, janë pjesën e Gjoksit edhe Barkut. Tash kirurgjia abdominale kam marrë për me operu, për shkak që janë prek pjesë të organet e brendshme të abdominit. Lajmin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, të cilët kanë deklaruar se personi i lënduar është sjellur nga policia e shtetit shqiptar në Gjakov, ndërsa shërbimet e policisë shqiptare kanë ushtruar kontroll për kapjen e autorit, i cili nga pamundësia për të larguar është vetë dorëzuar, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të rastit. Janë identifikuar kufomat e 7 personave të vrarë në luftën e fundit në Kosovë. Viktimat e identifikuara i takojnë masakrës së Kralanit, ndërkaq eshtrat e tyre u gjendën në fshatin Bishtazhin. Andin Hoti, kryetari i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, thotë se përkushtimi i qeverisë së Kosovës është i vazhdueshëm deri në gjetjen e personit të fundit që figuron i zhdukur. 7 mbetje mortore janë identifikuar në një lokacion afër fshatit Bishtazhin të Gjakovës. Analizat për identifikimin e personave janë bërë nëpërmjet ADN-s. Andin Hoti, kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, tha se estrat janë të personave të cilët janë ekzekutuar në masakrin e fshatit Kralan. Kjeve që kemi njoftu familjet e 7 më të dashurve të tyre, domethënë që kanë qenë listën e personave të zhdukur që nga prilli 99, këta persona janë nga masakra, ose me thonë një nga masakrat më të mërshme që ka ndodhur në Kosovë, më të rënda që ka ndodhur është masakra e Kralanit, ku në atë kohë, bazë informacionet që ne i kemi, Serbia përveç masakrës që ka bërë, disa nga këta trupa i ka marrë, i ka vëros në lokacionin Bishtazhin, që veç kemi diskutuar edhe në kalumin e kur kemi qenë në gërmim atje. Pastaj në bombardimet e NATO si ka tërheq këto disa prej trupave i ka shkuar në Serbi në lokacione ndryshme, ndërsa trupa që ne kemi gjetë kanë qenë trupa që kanë mbetur ose që nuk ka arrit Serbia me i tërheq përmes metodave tyre që i kanë tërheq. Domethënë këto gërmime neve që kemi bërë para një vite diçka, tashmë veç na kanë ardhur rezultatet e ADN-s sepse kanë qenë në hak për të përpusur, domethënë mostra e artit me mostrën e ADN-s. Pastaj edhe një kohë ka marrë dhe është bërë identifikimi final nga Instituti Mjekësisë Ligjore, domethënë edhe rregullimi sepse këto janë kocka, domethënë janë pjesë kockore dhe jo trupi komplet. Trupat paramilitare nga Serbia para 25 vitesh ishin munduar të fshehin krimin e bërë në Kralan të Gjakovës, 30 kilometra nga fshati Bishtazhin, ku gjetën mbetjet mortore. Halil Ametaj nga Kralani rrëfen për ngjarjen e 4 prillit 1999, ku fshati Kralan ishte mbushur me qytetarë nga komuna të ndryshme të Kosovës, kur forcat serbe kryen masakrën ndaj 88 personave, shumica nga komuna e Klinës. Në kanal me 2 prill e premte konë ditë në akşam.
Masa nëna që i kena naj dynet që të në livalë, se përshë i livalë të kështë, ditën e dile në kanë lëshua. I kanala fërsisht 20 vetë. Thonë, atë që është thonë, nuk i kemi nëmru, i kanale ma nuk dina kur gjanë që për fatën e tyne. A ditë të sot. Halil Ahmetaj thot se Serbia ende pas 25 viteve vazhdon të bëj masakra tjera duke mos treguar për vrasjet që ka bërë e duke fshehur kufomat e shqiptarëve. Ende mas 25 vitesh po vazhdohet me masakren e dytë tashti. Serbia nuk po i kthen tropat, bashkia ndërkombëtare nuk e di se çka po mendojnë, çka po bojnë. Në qendrën e fshatit Krajlan në një lapidar në ndërim të viktimave janë skalitur emrat e 88 të vrarave në masakrën e 4 prillit të vitit 1999. Nga kjo masakër ka ende trupa që nuk janë gjetur dhe nuk dihet për fatin e tyre. Trupat e identifikuar së fundmi, shumica janë nga komuna e Klinës, të cilët mendohet se do të varrosen në muajin prill, që përkon edhe me 25 vjetorin e masakrës. Mbetemi te tema e njëjtë me identifikimin edhe të 7 viktimave të tjera nga masakra e Kralanit. Është rikthyer në vëmendje dhimbja e mira familjeve që ende presin drejtësi dhe fatin e familjarëve të tyre të zhdukur. Andin Hoti, kryetari i Komisionit Qeveritar për persona të zhdukur, thosë se familjarët e personave të zhdukur vazhdojnë të jenë në luftë me Serbinë, përderisa kjo çështje të zgjidhet përfundimisht. Me identifikimin e 7 viktimave të cilat i takojnë masakrës së Kralanit, vazhdon të rritet dhimbja e familjarëve të personave të zhdukur. Andin Hoti, kryetari i Komisionit Qeveritar për persona të pagjetur, thotë se me 15 janar të vitit 2025 kishin planifikuar një takim në kuadër të Komisionit të Përbashkët të themeluar nga Bashkimi Evropian, por Serbia nuk kishte pranuar të merrte pjesë me arsyetimet që për Hotin janë të papranueshme. 15 janar të vitit 2025 kemi planifikuar një takim në kuadër të Komisionit Përbashkët të cilin i ka themelu Bashkimi Evropian me kërkesë tonën, e cila gjithashtu ka qenë në kuadër të deklaratës personave të zhdukur e harmonizuar në maj të 2023. Serbia nuk ka pranuar me hyrje në takim me 15 janar, me arsyetime të ndryshme që ajo i ka gjetë, që për mua janë shumë banale. Ndërkohë ne kemi dërguar një letër, meqense në Bruksel tash ka ndryshuar dhe struktura atje nuk është më zoti Lajçak, nuk është më zoti Borrell, është zonja Kaja Kallas dhe Sorensen. Ne kemi dërguar një letër zonjës Kaja Kallas me shpjegimet e mundshme se çka ka ndodhur në kuadër të deklaratës, në kuadër të Komisionit Përbashkët dhe po presim, nuk kemi ndonjë përgjigje ende prej zonjës Kallas as prej zonjës zotit Sorensen. Hoti gjithashtu bëri të ditur se në dokumentet e miratuara nga Kosova, Bashkimi Evropian dhe Serbia citohet sakt për mënyrën e takimeve që duhet realizuar për çështjet e të zhdukurve dhe pasi që Serbia po refuzon, BE duhet të ndërhyjë në qasjen e Serbisë. Po në dokumentet që janë miratuar edhe prej Kosovës edhe prej Serbisë edhe prej BE-s, shumë që 6 muajt e parë duhet të bëhet takim çdo muaj. Po meqense Serbia tash po refuzon një gjë të tillë, përse që BE-ja duhet me ndërhyrë në qasjen e Serbisë dhe me gjetë metodet e saj që unë si ande këtë rast, që sekretari i Komisionit kam thënë disa që Bashkimi Evropian po e bën një lloj presioni ndoshta po shumë të lehtë krahasim me atë që duhet me bëu për një çështje kaq humanitare, një çështje kaq ndjesh. Familjet e personave të zhdukur tash sa kohë janë në luftë me Serbinë dhe kjo luftë do të zgjasë deri në identifikimin e personit të fundit që figuron i zhdukur në Kosovë, tha Hoti. Zhdukur në kam thënë disa janë në luftë të vazhdueshme me Serbinë edhe 27 vite pas, 26 vite pas. Për shkak të pritjes, ankthit në vazhdimsi që kanë dhe shpresës për mi gjetë. Kur ne shkojmë, pavarësisht që ne kemi shku për diçka që kemi obligim dhe për të informuar për rezultatin, por kur ne shkojmë dhe i trazojmë këto dhimbje, të cilat ata i ndjekin në vazhdimsi mbrapa, jo që nuk është e lehtë, po është e para shumë vështirë për stafin tonë, sepse është metoda se si mi u qas këtyre familjarëve, metoda se si mi njoftu këto familjarë, këgja shumë diskutohet e ne, këgja shumë mundohemi me gjetë një formë më të butë, më të mirë, por natyrisht është një lloj tronditje për këta familjarë. Dhimbja familjeve të personave të zhdukur nuk do të ndalet përderisa të vijë drejtësia në vend, ka shtuar mes tjerash Andin Hoti.
Zgjedhjen e titullit mësimdhënëse e dalluar në vitin shkollor 2024-2025, profesoresha Merita Shasivari e vlerëson si një përgjegjësi shtesë për procesin e mësimdhënies, gjithmonë duke u përpjekur që profesionin e mësimdhënies ta bëjë sa më mirë. Çmimi si mësimdhënës jam më dalluar në vitin shkollor 2024-2025 në komunën e Gjakovës, profesoresha Merita Shasivari e vlerëson si një mirënjohje profesionale dhe një përgjegjësi më të madhe për të shtuar angazhimin e saj në procesin e mësimdhënies. Ky vlerësim është mbi të gjitha një mirënjohje për gjithë punën dhe për kushtimin tim ndër vite. Por është edhe një përgjegjësi shumë e madhe. Mësimdhënia nuk është vetëm profesion, është mision i cili kërkon angazhim dhe përkushtim të vazhdueshëm. Prandaj ky çmim mua më motivon të punoj edhe më shumë për të mirën e nxënësve dhe arsimimit të tyre. Edhe pse mësimdhënia ka evoluar ndër vite, profesoresha Shasivari shtoi si gjatë gjithë kohës është munduar të përshtatet dhe të i dhurojë nxënësve mësime sa më efektive dhe praktike. Arsimi dhe mësimdhënia evoluojnë. Prandaj mua si mësimdhënëse më është dashur të mësoj të përshtatem me gjithë sfidat e ndryshime që kanë ardhur me kalimin e viteve. Megjithatë, nga mësimdhënia tradicionale deri te metodologjia moderne, unë gjithmonë jam përpjekur që mësimin ta bëj sa më efektiv dhe sa më tërheqës për nxënësit. E pyetur për përkrahjen mes mësimdhënies tradicionale dhe bashkohore, profesoresha Shasivari pohoi se është tetë rëndësishme që në këtë rast të ruhet balanca mes të dyjave. Unë besoj që një kombinim të dyjave është çelësi i suksesit. Mësimdhënia tradicionale ka vlerat e saj në disiplinë dhe gjithashtu edhe në strukturë, ndërsa ajo bashkohore ka sjellë inovacion edhe kreativitet. Është e rëndësishme të ruajmë balancën në mënyrë që nxënësit të marrin njohuritë, po në anën tjetër edhe të zhvillojnë mendimin kritik e praktik për jetën, për mësimet, për të ardhmen. Si një mësimdhënëse e gjuhës dhe letërsisë shqipe, Shasivari inkurajoi të gjithë nxënësit që të lexojnë sa më shumë, të mos ndalen së mësuari sepse në këtë formë ata mund të zgjerojnë edhe më shumë njohuritë dhe fjalorin e tyre. Kujtojmë se në shënim të 7 marsit, Festës së mësuesit Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka ndarë çmimet për 30 mësimdhënësit më të dalluar në vend për vitin shkollor 2024-2025. Për dallim nga muajt e shkuar, situata në repartin e pediatrisë në Spitalin e Gjakovës është dukshëm më e qetë. Pediatre shqipe Nushi Gojani thotë se viroza stinore janë drejt përfundimit, prandaj edhe reparti është dukshëm më i qetë. Sezona e gripit duket se është duke përfunduar. Në repartin e pediatrisë në Spitalin e Gjakovës, doktoresha shqipe Nushi Gojani tha se gjatë periudhës së fundit fluksi i pacientëve ka qenë i lartë për shkak të gripit, mirë po aktualisht situata është më e qetë. Për shkak të virusit gripit, numri i fëmijëve që kanë qenë të hospitalizuar në repart ka qenë më i lartë, krahasim me tash ku gjendja në repart, do të thonë numri është shumë më i vogël, do të thonë gjendja është më e qetë, edhe pritet të jetë edhe më e qetë për shkak se tash më vetëm hym në sezonin e pranverës. Doktoresha Nushi Gojani ka treguar edhe disa nga problemet shëndetësore më të shpeshta të pacientëve të cilët hospitalizohen në pediatri. Fëmijët që janë të shtrirë, kryesisht dominojnë me temperaturë të lartë, ka edhe nga sistemi i tretës, domethënë që janë fëmijët me kjellje, me vargqitje, dehidrim, pastaj me kollitje, me pezmatime të rrugëve të frymarrjes, infeksione urinare, do të thotë kemi simptomatologji të ndryshme, diagnozat të ndryshme. Doktoresha Nushi Gojani gjithashtu vuri theksin edhe të menaxhimi i medikamenteve për pacientët për gjatë periudhës së fundit kohore. Sigurisht këto preparate të bazë të cilat i përdorim janë të pranishme, ndërkaq ato të cilat mungojnë
prindërit janë të detyruar t'i blejnë, edhe kështu kombinohemi, domethënë. Ajo apeloi për kujdes të shtuar nga prindërit duke theksuar rëndësinë e vaksinimit dhe ndjekjes së rekomandimeve mjekësore për të parandaluar përhapjen e infeksioneve dhe për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve. Çmimet e frutave dhe perimeve në treg sërish kanë shënuar ngritje. Këtë e konfirmon edhe njërin nga tregtarët, i cili thotë se vazhdimisht po bën përpjekje të ruajë çmimet ekzistuese, por shpesh është e pamundur për shkak të shumë faktorëve. Ditëve të fundit çmimet në treg kanë shënuar rritje të ndjeshme. Këtë konfirmoi edhe tregtari Ali Curi, i cili tha se pavarësisht të situatës, ai është munduar të mbajë çmime të arsyeshme, duke vlerësuar se rritja e çmimeve vjen si pasojë shumë faktorëve. Speci u bë 5, po nëse kemi 5 kemi 3 gjys. Janë të propaganda se po cilën, po keni çmime të. 3 gjys këtë speci është. Djeks, pa djeks, së borka, babura, specat kuq. Po na kemi ankesë, na kemi çmime të volshme. Kemi për shembull portokallën këtë thën, dreza sot ka rënë €1, bananët ka ngritje, po ne kemi €1 bananën. Spanaki kemi €1. Ndërsa qytetarët ndajnë mendime të ndryshme kur është fjala për rritjen e çmimeve që atyre ju servohen. Këto çmime që janë prezent për të shohim gjithë në bazë standarde qytetare që janë shumë të paarsimshme. Megjithatë, është një sikur treg vosh plot, por është një pikëllim pak në aspektin e vazhdimisë gjepit qytetarëve që bjen asaj ide e mosën apo marrim sa ta pilon për nesër. Do thotë çmimet janë pak me thonë në realitet dhe dikun astronomike. Mulla unë ka doktor me në çmim pak lartë, kvaliteti janë pyetje, por çmimi ka bëdrete. Krejt mira e ka çmimet, senet e mira, çnoshat mira për merak. Përgjithsisht, rritja e çmimeve mbetet një shqetësim i vazhdueshëm për qytetarët, të cilët në baza ditore po përballen me rritje të çmimeve e sidomos të artikujve bazik. Në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2026, kombëtarja e Kosovës në handball nesër mbrëma ndeshet me Ukrainën nga ora 20:15. Ndihmës trajneri i kombëtares Leonard Cula shpreson që përfaqësuesja e Kosovës do të arrijë fitore. Nesër mbrëma me fillim nga ora 20:15, kombëtarja e Kosovës në handball do të ndeshet kundër Ukrainës në kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2026. Ndihmës trajneri i kombëtares Leonard Cula foli më shumë për ndeshjet që do t'i zhvillojë Kosova në kuadër të këtyre kualifikimeve. Kuadër të kualifikimeve për kampionatin evropian 2026, Kosova është në grup me Holandën, Ukrainën, Ishujt Farerove. Pra janë këto 3 ekipe të forta. Siç e dini, nga e dila përfaqësuesja e Kosovës është në përgatitje, kurse nesër në ora 8:15 e zhvillon ndeshjen e parë kundër Ukrainës në Prishtinë, kurse të premten udhtojmë për Lituani, ku të dilen edhe e zhvillojmë ndeshjen e kthimit atje. Cula shpreson se përfaqësuesja e Kosovës do të arrijë fitore nesër mbrëma kundër Ukrainës, edhe pse Kosova gjendet në një grup me ekipe mjaft të forta. Padyshim se gjithë djemtë janë të angazhuar maksimalisht, stafi teknik, të gjithë kemi bërë përgatitjet, jemi duke u përgatit maksimalisht, disponimi është shumë i mirë. Përkraja nuk duhet të mungoj për handballistët e Kosovës, shtoi Cula. Padyshim se presin përkraj edhe publikut për shkak se njëjtën kohë është duke u zhvilluar edhe një aktivitet tjetër i handballit dhe ka shumë përfaqësuese të grup moshave të reja U18 dhe U20, por patjetër do të kisha ftuar gjithë handballistët, disë handballdashtit kosovar, gjitha klubet e tona këtu të na përkraj nesër se do të jenë motiv shtesë për ne. Ndeshja me Ukrainën do të zhvillohet në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë dhe i takon fazës së dytë të kualifikimeve për Euro 2026. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti i vranut me temperaturat që kanë lëvizur nga 9 deri në 20 gradë Celsius. Për nesër parashihet moti ndryshueshëm me temperaturat të cilat do variojnë nga 8 deri në 17 gradë Celsius. 13 deri në 21 gradë Celsius parashihen vlerat e temperaturës gjatë së premtës, karakterizuar nga moti i vranut e me diell.
Mot me diell e vranësira parashihet edhe gjatë së shtunës me temperaturë minimale 9 gradë, ndërsa maksimalja pritet të jetë 22 gradë Celsius. Për të dielën, temperaturat do variojnë nga 5 deri në 17 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i vranët e merresh shishiu. Moti ndryshueshëm do ta karakterizoj ditën e hënë, shoqëruar nga temperatura 4 deri në 15 gradë Celsius. Edhe për të martën parashihet moti ndryshueshëm me temperaturat që do të lëvizin nga 2 deri në 13 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një person është errur me thik sot në Tropoj, pas plagëve të marra po trajtohet në repartin e kirurgjisë në Gjakov. Gjetjet në Bishtazhin kanë identifikuar kufomat e 7 të vrarëve në masakrin e Kralanit. Kombëtarja e Kosovës në handball nesër mbrëma në Prishtinë në ndeshjet me Ukrainën. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.